Një denoncim shqetësues ka nxjerrë në dritë një veprimtari alarmante që rrezikon ndjeshëm mjedisin dhe shëndetin publik në Shkodër. Bëhet fjalë për kompaninë e mishit të pulave Driza, e cila sipas pamjeve të dërguara në redaksin ton, shije se hedh mbetjet e fabrikës dhe të produkteve të saj drejt për drejt në ujërat e liçenit të Shkodrës. Në videon e denoncuesit, një automjeti i kompanisë shfaqet i parkuar buz lumit, i pozicionuar me pjesën e pasme nga ujë, ndërsa një punonjës hap dyert e mjetit dhe derdh mbetje të ngurta, të cilat duke qenë si mbetje nga përpunimi i pulave. Këto hedhje të papërgjithshme jo vetëm dosin rënd ekosistemin e liçenit, por edhe përbën rrezik të madh për përhapjen e infeksioneve dhe ndotjen e ujrave. Përshëndetje, ju lutem publikojeni çfarë po ndodh me liçenin e Shkodrës. Mbetjet e pulave dhe të fabrikës hidhen direkt në ujë, shkruan qytetari që ka dërguar videon i alarmuar nga ajo që ka parë. Ky veprim përbën një shkelje të rënd ligjore për mbrojtjen e mjedisit dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet përgjegjëse. Pas denoncimit të publikuar nga redaksia jon lidhur me ndotjen në Shkodër, ka reaguar kompania Driza duke mohuar çdo lidhje me ngjarjen. Në një njoftim zyrtar, kompania sqaroi se nuk zhvillon aktivitet në Shkodër dhe se një shofer ka përdorur mjetin për qëllime personale pa lidhje me veprimtarinë e saj.